Buzët komplet. Motra mirë? Mirë. Mami, babi. Mirë, shumë overall mirë, shumë të mërzitur. Po. Po, shqyqyrzoj se t'jo probleme me shëndetën. Po, shqyqyr. Ja, mirë. Ajo ka rëndësim. Se Ata më tjera kanë. ikën e vinë e mërzia kalon në një pikë. Po gjithaj akumulimi, Nuk e kam frustrimi, pritur sidomos atë ditë ka qenë. Nuk e kam pritur Edhe atë ditë. që gjithë ajo gjëja që kam shprehur atë ditë ishte bërë një ngarkesë që unë fillova duke Atë ditë, po e mbaja dot më atë teshën. Vetë shumë stimi. bukur flokët. Vetë është. Po. Se unë kështu e kam natyrën dhe kur flasim për gjëra serioze. Si më the atë ditë me mund që më dhe një ditë që më zjeshe me rizartën. Po. Edhe Po, këtë. po, shumë bukur. Edhe kështu ti s'vjen zërë. Sa i bukur e bëskush. Atë ditë, ku kemi qenë në mëngjes, unë nuk e... Nga gjithë të budallishet e këtyre, që thonë jo po afrohesh për këtë, afrohesh për atë, nuk të erdha dhe mbaj mend që ka ardhur Kelli. Ka ardhur Kelli dhe Xeni. Po, për gjithë gjërat që ti ke qarë, unë normalisht e kisha një lloj ndjesie, po. Sa problem, unë e di pse s'ka ardhur. E ke parasysh, domethënë isha kështu sikur Po prisje të vinte tjetër kush. unë do shkoja, po, unë do vija aty, më kupton, edhe do duke sikur po e bëj këtë gjën sepse Po. dy unë për ca pikë pyetje caktuar, edhe tash ne më vonë do me kish flasim bashkë, që më vonë do me thot. Nuk Unë do doja shumë që ta kishe dëgjuar prajnë sot. E ca gjëra që kam parë sot në prajnë. Jo se... Dhe thjesht një faktor më tepër nuk është. nuk e ke Po ishte dëgjuar? shumë goditje. Me gjitha të radhë kam... I will have fun. Ja. Sot e mendova, në fakt, po. Sot e mendova që ti ke shku për një eksperiencë fantastike, Dani, e kash vetes, kupton? Edhe ti s'po ka lojë që fantastike në të drejtën, edhe në më vide në e lojë të këtu, në kërë. Se është shumë tension, E di Dani, shumë tension. e di. Një tension i vazhdueshëm, është shumë vetë më bëshet, po, veçme. Nuk është natyrën time, unë bësher këmë dhe fosë një pikë caktuar. Bësher dhe ti. Për tek saj, që ti di këta. Kisha këtë situatën, këtë ditë me Gjest.